Në brigjet jugore të liçenit të Ohrit, në kufirin midis Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut, ngrihet madhërisëm manastiri i Shën Naumit, një nga perlat e artit dhe shpirtit ortodoks ballkanik. Ai është ndërtuar në fund të shekullit të IX dhe në fillim të shekullit të X nga vetë Shën Naumi i Ohrit, njëri nga nxënësit më të afërt të Shën Kirilit dhe Shën Metodit, ndriçues të popujve slav. Shën Naumi, bashkë me bashkëpunëtorin e tij Shën Klementin e Ohrit, luajti një rol të jashtëzakonshëm në përhapjen e fesë së krishterë dhe kulturës së shkrimit në trojet e Maqedonisë së Veriut, Shqipërisë dhe gjithë Ballkanit perëndimor. Manastiri u themelua rreth vitit 905 pas Krishtit dhe u bë qendër e rëndësishme arsimore dhe shpirtërore. Kisha kryesore e tij, kushtuar kryengjëve të shenjtë Mikael dhe Gavril, është ndërtuar në stilin tipik bizantin, me kupola dhe afreske të mrekullueshme të shekujve 16-17. Në borrin e manastirit ndodhet varri i Shën Naumit, i cili është nderuar për shekuj me radh nga besimtar ortodoks, si slav, shqiptar, grek e të tjerë. Nëse vendos veshin mbi gurin e varrit, mund të dëgjosh rrajet e zemrës së shenjtorit, një simbol ky i dashurisë së tij të pashtershme për njerëzit dhe për Zotin. Mrekulli e krijimit. Manastiri ndodhet në një peizazh mahnitës natyror midis maleve, pyjeve dhe burimeve të kristalta që ushqejnë liçenin. Burimet e Shën Naumit, që në maqedonisht thuhet Izvori Nazveti Naum, janë një mrekulli më vete. Ujëra që burojnë nga nën toka dhe formojnë një sistem të gjerë të vogël lumenjsh dhe kanalesh që derdhen në liçen. Ky vend është sot një qendër pelegrinazhi dhe vizitohet nga mijëra e mijëra njerëz çdo vit, të cilët vijnë të kërkojnë paqen, shërimin shpirtëror dhe bekimin nga Shën Naumi. Përveç rëndësisë fetare, manastiri është një monument i rëndësishëm kulturor dhe historik i mbrojtur nga UNESCO, si pjesë e trashëgimisë së përbashkët të liçenit të Ohrit. Shën Naumi është kujtuar si njeri i urtësisë, lutjes dhe dashurisë. Ai ishte mjek shpirtrash dhe trupash, i njohur për mrekullitë që kryente gjatë jetës dhe pas vdekjes. Festa e tij kremtohet nga Kisha Ortodokse çdo 23 dhjetor, sipas kalendarit të ri. Në çdo gur të këtij manastiri ndihet fryma e heshtur e shekujve, një frymë që fton njeriu modern të ndalet, të lutet dhe të dëgjojë zërin e brendshëm të shpirtit. Dhe sigurisht, për të kërkuar ndërmjetimin, për të marrë uratën dhe ndihmën e Shën Naumit, lipsani të cilit prehet në këtë manastir të shenjtë.